Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ripërsëriti se pas certifikimit të rezultateve do të nisë krimi i institucioneve. Sipas tij, vullneti i qytetarëve duhet përkthehet në funksionalizimin e institucioneve të reja. Në mbledhjen e sotme, qeveria në detyrë mori një sër vendimesh për fshirë dhe ndarjen e 3 milion eurove për kartonin e gjelbër për mërgjimtarët. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi nisjen e diskutimeve për formimin e institucioneve të reja si dhe zgjedhjen e presidentit, menjëherë sapo të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve. Kurti në mbledhjen e qeverisë tha se vullneti i qytetarëve tani duhet të përkthehet në institucione të reja funksionale. Vullneti i popullit të zbatohet e të përkthehet në institucione funksionale, demokratike, të angazhuara e të përkushtuara për zhvillim e mirëqenie, arsim e shëndetësi, për siguri e mbrojtje, industri e prodhim, investime të mëdha infrastrukturore nga hekurudhat te digat e jo vetëm. Andaj, porsa të certifikohet rezultati i zgjedhjeve, do të nisim punën dhe diskutimet për formimin e institucioneve të reja, konstituimin e legjislaturës së 11 të kuvendit, formimin e qeverisë së re, dhe zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Kreu i ekzekutivit foli edhe për arrestimin e 5 ish pjesëtarëve të policisë serbe të dyshuar për përfshirje në masakrën e Reçakut, për çka përgëzoi institucionet. Derisa në njërin anë përgëzojmë institucionet për arrestimin e të dyshuarve, pas siç u tha një hetimi prej 6 muajsh, nuk mund të mos vëmë në spikam faktin se deri në vitin 2020 askush nuk është marrë me këtë rast. Rrjedhimisht nga mira lënë të trashëguara nga Euleksi, asnjë nuk ishte për masakrën e Reçakut. Ndërsa pas mbledhjes, ministri në detyrë i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi ka potencuar se grupi multietnik ka numrat e mjaftueshëm për ta mbështetur votimin e qeverisë së re. Para mediave, Krasniqi dha informacione edhe rreth buxhetit të ndarë për 4 projekte infrastrukturore në komuna. Projekti i parë është ai i rikonstruimit të urësit Nica në komunën e Mitrovicës së Jugut në vlerë prej 400.000 euro. Projekti i dytë është rregullimi i kanalizimit të asfaltimit në qytet dhe në fshatrat e komunës së Shtimës me vlerë prej 300.000 euro. Projekti i tretë është rivitalizimi i zonave publike të infrastrukturës së rekreacionit malor në komunën e Pejës në vlerë prej 300.000 euro dhe projekti 4 ndërtimi i sallës së jashtme sportive në shkollën Musti Dumoshi në Dumosh në komunën e Podevjes në vlerë prej 50.000 euro. Kush është për? Bashkë me një sër vendimesh të tjera të marra sot, qeveria në detyrë ndau edhe 3 milion euro për mbulimin e policës kufitare për mërgjimtarët. Forumi Ekonomik i Grave organizoi 3 diskutimi për analizën e platformës Superpuna dhe ndikimin e saj te komunitetet rom, Ashkali dhe Egjiptia në Kosovë. Në takim u theksua se gratë përbëjnë vetëm 25.3% të përfituesve në marrëdhënie aktive të punës nga kjo platformë. Koordinatorja e Forumit Ekonomik të Grave, Sajide Mustafa, tha se fuqizimi ekonomik nuk matet vetëm në numrin e vendeve të punës, por me ndikimin real që politikat publike ka në jetën e qytetarëve. Ndërsa përfaqësues nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore prezantuan të dhëna sipas të cilave mbi 25.000 persona kanë përfituar nga Superpuna, prej tyre 6.365 gra. Ministria e Industrisë përmes Agjencisë Metrologjisë dhe Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut ka vazhduar kontrollin dhe verifikimin e njësorve elektrik në gjithë vendin. Gjatë inspektimeve të fundit janë identifikuar 5 njësor elektrik me afat të skaduar të verifikimit metrologjik, për çka operatori ekonomik KEZ është gjobitur edhe me 25.000 euro. Ministria njofton se verifikimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim për të garantuar matje të sakta të konsumit të energjisë elektrike, mbrojtjen e konsumatorëve dhe respektimin e standardeve ligjore. Kryeqyteti pritet që sonte t'i bashkojë artistët shqiptar në koncertin Kangajon Dashni nga Prishtina.
Me këtë rast, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, priti organizatorët dhe artistët e këtij koncerti që mbahet nën patronazhin e kryeqytetit. Galla koncerti Ka nga jon dashni nga Prishtina sjell sonte në skenë zëra të mëdhenj të këngës shqiptare, duke e kthyer kryeqytetin në nëmbrëmje festet muzikës dhe kulturës. Në prag të gala koncertit Ka nga jon dashni nga Prishtina, kryetari i kryeqytetit Përparim Rama ka pritur në takim organizatorët dhe artistët pjesëmarrës të këtij aktiviteti kulturor, i cili organizohet nën patronazhin e kryeqytetit në kuadër të aktiviteteve për shënimin e ditës së çlirimit të Prishtinës. Është kënaqësi e veçantë që jemi sot këtu me artistë mrekullueshëm të trojave shqiptare, të Kosovës së Shqipërisë. Prishtina është qyteti që gjithmonë na bën bashkë dhe gjithmonë na ndon përtej. Është qyteti ku secili prej nesh punon për me zhvillu edhe me transformu vendin tonë. Në këtë rrugtim janë edhe artistët me një rol jetik. Si kryeqytet jemi të lumtur që sonte organizojmë këtë koncert në patronatin tonë, pra në patronatin e kryeqytetit. Kemi marrë këtë iniciativë duke mujt me i pru se kemi shumë të pasur trashëgiminë kulturore muzikore ne. Kështu që jemi shumë të lumtur se ku na thotë Nisa pak kthej. Okej, hello. Jemi mundu maksimalisht të bëjmë diçka të bukur, sigurisht pa përkrahjen e juaj nuk ja kishim dalë. Gala koncerti Ka nga jon dashni nga Prishtina pritet të mbledhë qytetarë të shumtë sonte në shesh të Prishtinës dhe të shënojnë një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në kuadër të festimeve për ditën e çlirimit të Prishtinës. Zvicra dhe Kanadaja përballen sonte në Vancouver në një duel vendimtar për kreun e grupit B në Kupën e Botës. Të dyja skuadrat kanë siguruar kualifikimin, por ndeshja do të përcaktojë fituesin e grupit dhe rrugtimin në fazën eliminatore. Takimi nis në orën 21 dhe transmetohet drejt për drejt në RTK.